Është investimi më i rëndësishëm do thoja edhe për trafikun dhe hyrjes Shkodrës dhe ndoshta nga investimet kryesore do thoja mes shumë investimeve tjera që bëhen në Shkodër. Pjesa kryesore e investimit është ura. Ura paralele që është 7 metra larg urës ekzistuese dhe tani janë punimet kryesore në ujë për arsye se dhe niveli i ujit tashmë është i mundshëm për të mbaruar. Nga 5 këmbë që ka ura, 4 kanë përfunduar pjesën e pilotimit dhe është duke punuar këmba e 5. Plani është që ne në qershor ta kemi urën e ndërtuar dhe të funksionale. Pasi pjesa e rrugës do të bëhet shumë më herët dhe ne presim që pjesën e urës ta mbarojmë brenda vitit. Në janar të jetë rruga nga Harku i Bërdicës deri tek ura e Bunës të jetë e ndërtuar. Një investim shumë i rëndësishëm i qeverisë shqiptare, do thoja, për Shkodrën, i cili do të na zgjidhë një pjesë të problematikave të trafikut për vitin tjetër. Sigurisht kemi dhe probleme tjera, sigurisht kemi dhe shqetësime tjera, do të shikojmë edhe pjesën e segmentit që lidh Shkodrën me Lezhën dhe Milotin, që janë projekte tjera të mëdha, po sot me që jemi këtu, dua të them që jam i kënaqur të dëgjoj nga inxhinierët vazhdimin e punëve me cilësi, do thoja, dhe me shpejtësinë e duhur.